Një tender i shpallur nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik në Bashkinë e Tiranës me firmë të drejtorit Piero Sinjari ka hapur pikpyetje serioze mbi nevojën reale të kësaj kontrate dhe mbi shërbimet që parashikohen të paguen me para publike. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 24 mars 2026, kjo drejtori shpalli tenderin për mirëmbajtjen dhe menaxhimin e sheshit Skënderbej me fondin limit 1.7 milion euro me TVSH. Sipas njoftimit, objekti i shërbimeve përfshin pastrimin e pjesëve të jashtme të ndërtesave, mirëmbajtjen dhe riparimin e sheshit, si dhe kujdesin për pemët. Pikërisht këtu nis dyshimi i parë. Në sheshin Skënderbej nuk ka ndërtesa në administrim të Bashkisë së Tiranës që të justifikojnë një zë të tillë shërbimi. Pallati i Kulturës dhe Muzeu Kombëtar administrohen nga Ministria e Kulturës dhe investimet apo ndërhyrjet në to nuk lidhen me Bashkinë e Tiranës. Dyshimi i dytë lidhet me vetë sheshin. Sipas të dhënave të paraqitura në material, mirëmbajtja e sheshit Skënderbej mbetet detyrim kontraktor i kompanisë që e ndërtoi si pjesë e garancisë së punimeve për një periudhë 12 vjeçare nga inaugurimi i qershorit 2017 deri në vitin 2029. Nëse ky detyrim kontraktor ekziston dhe është në fuqi, atëherë bashkia duhet të shpjegojë qartë se për çfarë po prokuron 1.7 milion euro shërbime shtesë. Në praktik, shërbimet që duken të nevojshme në këtë hapësirë janë të kufizuara: pastrimi i sheshit, krasitja, vaditja dhe mirëmbajtja e gjelbërimit. Por këto janë shërbime që sipas materialit kryhen rregullisht nga punojësit e ndërmarrjes së pastrim-gjelbërimit, për të cilët bashkia paguan vetëm strukturë, paga dhe kosto operative. Kjo do të thotë se tenderi ngri një pyetje të drejtë për drejtë: çfarë pune shtesë po blihet realisht me 1.7 milion euro, kur një pjesë e detyrimeve i mbulon kontrata e garancisë dhe një pjesë tjetër i kryen punonësit e vetë bashkisë. Edhe po të merret si argument pastrimi intensiv i sheshit, larja e sipërfaqeve dhe mirëmbajtja e përditshme e gjelbërimit, sërish vlera e fondit limit duket e lartë në raport me natyrën e shërbimeve të përshkruara. Pikërisht për këtë arsye, ky tender nuk duket si një procedurë rutinë mirëmbajtjeje, por si një kontratë që kërkon sqarim publik, financiar dhe teknik. Dyshimet bëhen edhe më të forta nga një tjetër element. Sipas materialit, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik ka zhvilluar edhe më herët tender me të njëjtin objekt shërbimesh e pothuajse me të njëjtën vlerë, gjatë kohës kur garancia kontraktore për sheshin ishte ende në fuqi. Ndërkohë punët në terren janë kryer nga ndërmarrja e pastrim-gjelbërimit. Nëse kjo rezulton e saktë, atëherë kemi të bëjmë jo thjesht me një tender të diskutueshëm, por me një skem të përsëritur të përdorimit të fondeve publike për shërbime që ose janë të mbuluara nga kontrata ekzistuese, ose kryen nga struktura të tjera të paguara tashmë nga bashkia. Piero Sinjari dhe Bashkia e Tiranës duhet japin përgjigje për 4 çështje themelore: cilat janë ndërtesat që do të pastrohen, cilat janë riparimet konkrete që nuk mbulohen nga garancia e ndërtuesit, pse nuk i kryen këto shërbime, ndërmarrjet ekzistuese publike dhe mbi çfarë preventivi teknik është llogaritur shifra 1.7 milion euro. Pa këto përgjigje, ky tender mbetet një procedurë që ngre dyshime të forta për fryrje fondi, mbi vendosje shërbimesh dhe pagesa për punë që mund të mos kenë as nevojë reale, as justifikim kontraktor.